Jo, nuk është se nuk kam në reagim, nuk është se nuk e ndjek, nuk është se nuk jam i ndjeshëm natyrisht jashtëzakonisht për situatën, edhe sepse si Ministri i Turizmit, i Kulturës dhe i Sporteve jam shumë i lidhur me atë grup mosh, jam shumë i lidhur, kuptohet që përfshihet dhe rinia në ministrinë që drejtoj, jam shumë i lidhur me një pjesë të madhe të atyre, po themi shpesh artist, inovator, krijues, njerëz të cilët unë i shoh dhe i njoh, gati një pjesë të madhe të tyre e njoh nga bashkëpunimi që ata kanë me shtetin, me nivelin qendror të qeverisjes, skenën e pavarur, një pjesë e mirë e tyre mund të jenë dhe artistë që kanë lidhje me një pjesë të institucioneve artistike. Pra nuk diskutohet që ne jetojmë në Tiranë dhe kemi shumë qartë që është një situatë e cila kërkon një vëmendje dhe kërkon një analizë dhe kërkon një reflektim shumë thellë nga çdo kush. Nuk jam nxituar dhe nuk kemi nxituar askush ka ne besoj, sepse duam që të kemi një qasje që të jetë sa më e peshuar, sa më e mirë menduar dhe sa më e ekuilibruar në raport me atë që janë kërkesat e tyre. Në mënyrë direkte, çështja kryesore e kauzës tyre është mjedisore, unë nuk është se e kam direkt në fushën time të përgjegjësisë. Por nga pikpamja e pikpyetjeve që kanë bënë me projektet e turizmit, natyrisht që është në fushën përgjegjësisë që mbuloj dhe natyrisht që po punojmë që të gjithë informacionin, të gjithë temi verifikimin nga pikpamja e rëndësisë dhe vlerës së zhvillimit turistik, qoftë për zonën e Zvërnecit, apo qoftë edhe për shembuj të ngjashëm, qoftë në rajon, qoftë në Shqipëri, të jemi të përgatitur që në një dialog, në një moment që ne do të kemi natyrisht nevojë të komunikojmë dhe të shkëmbejmë informacion me njëri tjetrin, kuptohet për kjo të jetë në një formë më të organizuar dhe më të strukturuar, e cila deri tani nuk ka ndodhur sepse ka pasur me sa duket edhe vetë protesta, nevojën e vetë që të shfryj. Dhe ne respektojmë protestën, ajo protestë vjen edhe sepse liria në vend është, besoj, sot në nivelin më të lartë të saj. Unë jam vetë një revolucionar edhe me pankarta, po jo dhe aq revolucionar, si me thënë, i një natyre kaq të butë sa ç'është kjo lëvizje sot. Pra, kam provuar dhe gjëra të tjera në Kuriz dhe kemi rrezikuar dhe jetën. Por dhe e di shumë mirë që nuk mund të themi dot sot që pritëm 36 vjet që të na vi kjo ditë. Jo, sepse ne kemi luftuar deri vonë, deri në 2013 më së paku, në shumë për betejave tona që të kemi lirinë që kemi sot parasysh dhe që kemi si një realitet në vendin tonë. Me këtë liri, natyrisht që pritshmëritë janë shumë të larta. Pra punët e mira dhe puna e madhe që është bërë që të rrisin pritshmëritë tu ku janë, që ne sot të jemi duke diskutuar për flamingo dhe për ndjeshmëri që kanë bënë me specie, ndjeshmëri mjedisore, është një shenjë që ne kemi bërë progres të jashtëzakonshëm. Duhet ta ruajmë të forcë të demokracisë, duhet ta ruajmë të drejtë, temi fjalë të lirë të grupimeve të kësaj proteste, por duhet që sa më shumë ajo të jetë si themi e kuptuar, e dëgjuar për sa i takon asaj që është pjesa serioze, që është pjesa e qëndësishme, që është pjesa thelbësore e asaj proteste dhe për ato çështje që janë thelbësore, të rëndësishme dhe ku ka interes natyrisht për vendin dhe për punën që ne kryejmë, neve jemi duke marrë të gjitha masat që ne të jemi të përgatitur që të adresojmë çdo njërin për problematikave të protestës. Si protestën e shikoni si protestë me kontekst mjedisor, ndërkohë që parullat janë politike, kërkohet dorëheqja e Ramës. Janë parullat kundër korrupsionit. Jo, kjo pjesë nuk më takon as ta komentoj, as më takon ta si me thënë ta adresoj në kuptimin direkt si ministër. Ju më pyetët si ministër. Në rast se më pyesni pastaj thjesht si një ish student i lëvizjes vjetorit e tjerë, unë kam përgjigje plot, po besoj që ditën e çelës sezonit Pogradec nuk do ja dedikojmë vetëm kësaj proteste. Pak delikat, turizmi pak agresiv me mjedisin, si do gjendet duke ekuilibër në zhvillimin duke mbetur edhe tek Pogradeci, sepse për shembull ka pasur kontestim edhe për rikualifikimin e zonës së Trilonit. Po patjetër, është një proces i vazhdueshëm, është një proces që nuk diskutohet që ekuilibrin të mesme në art e ka shumë të vështirë, e ka shumë delikate, e ka shumë e ka shumë të vështirë që ta gjejmë. Dhe kjo është një gjë që të bëhet në një moment kur Shqipëria ndodhet në fazën e integrimit dhe parafrimit sa i takon konvergjencës ligjore, por bëhet edhe në një moment që Shqipëria ka nevojë që të hyjë në Bashkimin Evropian me këmbët e veta e fortë,
jo e përgjunjur ekonomikisht, sepse ndryshe nuk do ishte një hyrje në Bashkimin Evropian dhe në tregun e përbashkët, e cila do të na mundsonte që të përballonim konkurrencën, të përballonim gjithë atë që sjell hyrja në Bashkimin Evropian nga pikpamja e tregut, nga pikpamja e konkurrueshmërisë. Dhe vendet pranë nesh, po, siç ka ligje shumë forta për mjedisin, në shumë prej zonave dhe më së paku fqinjët tanë ka plot zhvillime, të cilat janë një kombinim në harmoni, s'po them në perfekcion, por në një harmoni jo vetëm ligjore, por në një harmoni që është edhe e lidhur me interesin publik, edhe e lidhur me interesin e komunitetit, ku ka pafundësisht struktura të tilla, ku ka pafundësisht rezorte që janë afër zonave të mbrojtura apo brenda tyre, dhe ku ka pafundësisht zhvillime të cilat kur bëhen siç duhet, janë absolutisht të mirëpritura. Çdo diskutim që lidhet me pjesën mjedisore natyrisht është shumë teknike dhe mund të lidhet jo me fushën e përgjegjësisë që unë mbuloj, por nuk e quajta se është një protestë vetëm mjedisore, por thash që erdhi nga si më thënë, nga një diskutim apo një dilemë rreth një projekti, i cili në aspektin mjedisor u diskutua më së pari. Natyrisht ngjarja e çtunës, e asaj çtune është dënuar nga të gjithë. Nëse ju doni që unë pas një jave të ridënoj atë ngjarje, unë e bëj, nuk ka asnjë problem këtu, nuk ka asnjë diskutim, ajo është një ngjarje absolutisht e papranueshme dhe që çdo përgjegjësi në çdo aspekt të çdo kujt, shtet apo jo shtet, do të ndiqet deri në fund. Për çdo diskutim tjetër që lidhet me protestën, pastaj unë them që nuk i bëjmë ne as nder protestës nëse ne do duhet ta instrumentalizonim atë dhe ta përkufizonim në disa prej thirrjeve dhe disa prej ultimatumeve që dalin nga ajo protestë, ku unë mendoj që nuk janë as pjesë e një plebishiti, nuk janë as pjesë e një vendimarrje të protestës. Pra ajo është një protestë e lirë, ku dalin shumë individ dhe ku hedhin teza caktuar. Mund të ketë dhe ultimatume, mund të ketë dhe, si themi, deri dhe ndonjëherë dhe shprehje të cilat, jo, unë them dhe shprehje që nuk janë as të pëlqyeshme për të dëgjuar dhe nuk janë as, si më thënë, as qytetare sa duhet. Por ama në përgjithësi protesta, unë vlerësoj vetëm të pjesë që protesta për pjesën e saj qytetare, për pjesën e saj rinore, për pjesën e saj, të themi, të lidhur, ndoshta dhe naivisht, por të lidhur me pjesën e, si më thënë, ambientit, natyrës dhe vlerave që ne duhet i mbrojmë, trashëgimi natyrore apo trashëgimi kulturore, është një protestë që ne po e dëgjojmë dhe i kemi kushtuar vëmendjen e dur.